Të vjojmë tani me një tjetër informacion sot pas dite. Opozita ka deklaruar se do të mbajë një protest në bulevardin Zogu i Parë. Ati është kolegu Osman Stafa për të na dhënë detajet lidhur me protestën e cila pritet të nisë në orën 17. Osman, të përshëndes, cilat janë detajet nga kjo protesta? Do të marrë pjesë zoti Berisha dhe cili është thelbi i kësaj proteste, cilat janë kërkesat e demokratëve? Përshëndetje Renaldo, atëre me njërë pas rezultatit të zgjedhjeve të 11 majit, Sali Berisha doli përpara gazetarëve, përpara mediave, duke deklaruar se nuk i nje zgjedhjet e 11 majit, për shkak se sipas tij krimi organizuar në bashkëpunim me qeverinë socialiste kanë manipuluar procesin zgjedhor, jo vetëm kaq, por që shitblerja e votës e mandej edhe përdorimi i administratës, kërcënimi i saj, apo edhe kërcënimi i qytetarëve të tjerë të Republikës Shqipërisë me pensionet, me ndihmat ekonomike, me kempin, sipas tij kanë bërë që rezultati të jetë ky që është të paktën deri më tani, ku Partia Socialiste ka siguruar 83 mandate, një mazhorancë goxha e gjerë e socialistëve, të cilët duke i shtuar edhe 3 mandatet e Partisë Social-Demokrate të Tom Doshit, e kthen atë në një mazhorancë e cila nuk ka nevojë fare për opozitën dhe mund ta shikojë atë në Kuvendin e Shqipërisë si një fasadë, sako që kjo mazhorancë mundet të votojë kodin penal, kodin zgjedhor e vetme pa opozitën, mund të ketë nën kontroll KLP-n, KLG-n, mund të ketë në kontroll themi kompetencat e SPAK-ut e më gjërë. Dhe për këtë arsye ditën e sotme në orën 17 Partia Demokratike ka lajmëruar protestë në një kohë që në Tiranë mbahet samiti i Komunitetit Politik Evropian për të dhënë mesazh tek ndërkombëtarët se zgjedhjet e 11 majit nuk do të njihen. Sa kaq Sali Berisha prej ditës së dieshme edhe sot, teksa është në kthim sipas njoftimeve që ne kemi me avion drejt Rinasi dhe pritet të mbrojë diçka më shumë se ora 18 në Tiranë, e do të shohim nëse do i bashkohet apo jo këtij tubimi, pra do ketë mbaruar apo jo ky tubim në momentin që zoti Berisha do jetë në kryeqytet, por që ai ka deklaruar dhe edhe në fjalën publike që ai publikoi në faqen e tij Facebook ditën e sotme, ka shkuar në Bruksel për të kërkuar ndihmën e ndërkombëtarëve për të mos njohur zgjedhjet, sepse sipas tij ato janë manipuluar nga kryeministri Edi Rama dhe makineria e tij. Do mbetet për të parë se sa do të jetë mbështetja që opozita do të sigurojë ditën e sotme nga mbështetësit e saj, të cilët janë thirrur që të mbërrijnë këtu tek sheshi përpara Ministrisë së Drejtësisë, ku është edhe momenti i fundit që policia e shtetit ka vendosur dhe lejon që të kalojnë të automjetët apo edhe qytetarët, duke qenë se pas këtyre hekurave është siguria, kontrolli i policisë shtetit, duke qenë se vetëm rreth 1 kilometër nga këtu zhvillohet në sheshin pra Skënderbej, diçka më pak se 1 kilometër, zhvillohet pra takimet e liderëve të Bashkimit Evropian dhe jo vetëm në aktivitetin pra që është duke u zhvilluar në Tiranë i samitit të Komunitetit Politik Evropian. Pra zoti Berisha në fillim të kësaj proteste nuk do të jetë i pranishëm, pritet të mbërrijë më vonë, por do të jetë apo jo pjesë e kësaj proteste, nuk e dim, pritet që të jenë funksionarë të tjerë të Partisë Demokratike, sekretari i përgjithshëm i saj apo edhe deputet apo eksponent të kësaj force politike, të cilët do të protestojnë duke kërkuar që të mos njihen zgjedhjet e 11 majit.